Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër, përshëndetemi. Duke uruar mbarësi në ditën tuaj, ashtu siç edhe të ftuarës sime sot, do t'ju uroja mbarësi në të gjitha ditët e saj të aktivitetit. Ajo është një zonjë nderuar, një artizane e përmendur, por edhe një menaxhere e aktivitetit të saj. Në siglën Artizanët e Vaut të Dejes. Qëndron kjo grua, forca e së cilës matet me fuqinë e mendjes, së zemrës, të duarve të saj, por edhe të menaxhimit të aktivitetit, të cilin e ajo e drejton prej kohësh me shumë dashuri. Me mua sot në studio është zonja Meliha Zyberaj. Meliha, mirëmëngjesi, mirë se ke ardhur në studion tonë. Sa kënaqësi kam që je sot në studio. Si edhe për mu, faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdhe. Në fakt, aktiviteti i një gruaje siç jeti më bën shumë përshtypje. Së pari në duar tuaja të arta, në mendjen dhe në zemrën që bashkohet në realizimin e projekteve, të punëve, të drejtimit të aktivitetit tuaj. Do të jetë një dashuri e madhe, besoj. Është një dashuri e madhe, dhe është një, si thush, një trashëgimi, se nana ka punu me këtë punë të dorës, na ka rrit me punimet e grepit, ka punu urgosta, jorgana, gjana, dhe një vajzat fëmijë shumë, na ka trashëgu këtë dhe në po e vazhdojmë. Në fakt është një marrëdhënie shumë e shufisht, do të thosha, me punën, me krijimtarinë, sepse gjithmonë po nuk pate një frymëzim tek vetja, por edhe me atë marrëdhënie të shumanshme me njerëzit, me materiale që përdor, me teknikat, me drejtimin, me projekte që ti merr. Është një angazhim i përditshëm që besoj është një motor brenda vetes dhe që të bën shumë të veçantë. Apo jo? Po është angazhimi, është. Në fakt, kryesorja që më shtyni edhe e kam mbështetjen e familjes, të burrit dhe dy djemve. Ata për mua janë një mbështetje e madhe, më kanë suportuar në çdo aktivitet, në çdo gjë, më kanë dhënë shtys, si më thonë, me punu, me vazhdu. Dhe unë kështu janë nisë avash, në fillim kam punu me jorgana në shtëpi, kam qep jorgana me dorë, kam bë punë të ndryshme, derisa arrita me bë një mini dyqan të vogël, vazhdova me makina qepse, me kursionisjet, avash dola me u aktivizova me shoqatat ndryshme, me shoqatën e Zefit. Zoti Zevgjini, e përshëndesim. E përshëndesim. Ai na dha një suport të madh se mor me pjesën për panajire, puna jonë më pau ashtu. Dhe fillun mësa ata kërkesat e vogla, porosinat e vogla, kështu vazhdova avash. Rrit. Ajo që unë delloj tek ti është ajo marrëdhënia e pasgjithshme me punën e dorës. Edhe nëse unë të pyes sa vite u bën, me siguri ti nuk e di, sepse ajo ka ardhur së bashku që në voglin tënde. Që në vogli, që vajza kina punu, u martova, u dësht fëmijë të rritë, u dësht me punu në shtëpi me një mu burrin pak se ishte koha atjerë, son 19 jam martu, kam vazhdu punën në shtëpi, si thash, me jorgana, kam qep një dhomë, shumë kushtet vështira, po avash. Në çfarë teknikash punon? Sepse ju tani po përmendni jorganat, qindizmat, kurset, grepin, pëlhurna. Tasha kam fillu me teknika krejt dore, tash fal projekteve që kam marrë pjesë në shumë aktivitete, në shumë panajire të ndryshme, shumë konferenca gjana, unë kam hinar projekte, kam marrë disa projekte, me grupin Artizanëve Vaut të Dejes, kena ble një makineri që nisjet, pastaj hime me idejen, isha të projekti idejen, vitin 2016, aty dola fituse në Shqipërinë, ishin 5 fituse. Do ta përmendim pak më gjerë. Në fakt, si fillim ishe ti vetë. Isha vetë. Dhe çdo ditë
punoje me një dashuri për ta shprehur atë mjeshtri që kishe brenda vetes, por edhe për të fituar natyrisht, sepse këto gjëra shkojnë baraz dhe ndoshta dëshira për të mbajtur, për të ndihmuar familjen ishte e para. Por ai u mbështet tek shpirti yt artistik dhe krijues. Më pas çdo gjë filloi të shumohej, të shtohej dhe të lindi ideja që të kesh pas vetes një skuadër. Si ishte ky? Ishte një skuadër, ishin gra nevojë, si ti thush, gra që i fishin në përshpia, s'kishin ku të fitoshin, ndihmoshin familjen, aty hap me të zgjahin që punoshin në përshpia dhe akoma da vazhdojnë të punojnë në përshpia në pamundësi marrë të reparti. Faktikisht jena kanë ngusht me repart vogël, po fal mbështetjes bashkisë, sekretarit bashkisë Mark Vëbani Valdez, na ka dhënë një ambient super, që ja kanë e përshëndesin. Ish qendra spitali aty dhe a kanë një vatër tush infeksionesh aty, po ai na dha dhe e kina bën lulisht. E keni kthyer në qendër artizanatit, po prodhimtarie, dashurie të madhe për të shpërndar. Kurset e zgjahit, kurset e qenisës, kurset e punëve me dorë. Mendojmë të ardhmen jena një projekt me fut edhe kurset e parukerisë, të elektrikut për djemtë që t'i afrojmë 33-at, të vazhdojnë të marrë një zanat. Pra, jo vetëm punoni, por dhe realizoni kurse për të përhapur mjeshtrin. Që 33 asaj zonës, Bashkia Valdez ka shumë nevojë të vazhdojmë këtë zanat. Sa të interesuar janë të rinj? Janë të interesuar. Këtë vit punova me shkollën e Bashkisë Valdez aty që bëm me përrritjen e klimit të mafshit. Edhe ajo skuadër fituan çmimin edhe dolën vend të ret. Në Nxancit me 4 vit dhe fituan çmim të ret ata për rritjen e klimit të mafshit, se na këtë vit morëm me një projekt me Bashkimin Europian me Innovation, atë dola fituese, mora një projekt që blej me një makinë chips, një program, një kompjuter, po edhe një ekspert për rritjen e klimit të mafshit edhe e realizume faktikisht, se nona kanë marrë dhe vajzën, jam kanë e vogël faktikisht, mbledhsh në gjithë mamash në për kam parë. Dhe unë e kisha një amër të bashat, e realizova si vjetë, me shumë vështirësi në fakt, se mamin se kena mjell akoma, të shkrytari i bashkisë më kam mbështet, unë kam një falendrim të madh për ta, se më kam mbështet gjë e madhe kur të mbështesin. Do të mjellin dhe mama, rreth 500 raj madhe. Unë ka realizu një tokë që është djerë aty dhe fidanin ato marrit të një fermerë dhe do t'i mjellin 500 raj mama, vetëm për këtë na kam mbështetje zakonisht, kam një falendrim jonë, po edhe gratë e vajzët. Po sa gra u aktivizuan në këtë projekt? Tashin këtë projektin e aktivizu 6 gra. Është 100 penin, që banë endjen e penit, që banë pëllhurin, që është makina që qip, unë të qenisjet e... Po, shumë interesante. Sinqerisht, ta bën një qendër super. Nuk ka sa është kush e di madhe, a din kush e di kështu, po është bën super qendër. Mila, duhet të ndalem te ky projekt, sepse natyrisht dashuria për të realizuar gjëra të bukura nuk të ndalë. Dhe nuk ta vështirëson asnjëherë ditën, përkundrazi me sa po shoh, ke një entuziazëm të brendshëm për të realizuar gjëra interesante. Jena edhe me da projekte që kena marrë me qendrën e grasë hapat letë, na kanë ndihmuar dhe ata. Do të ndalemi. Qëndrojmë te krimbi Mëndafshit, i cili është shumë interesant, rritja, kultivimi. Kultivimi e dën atë kujtesen si një fëmijë i vogël, që do ta ushqesh, që do ta mrosh, që do ta bësh edhe. Për sa ditë është cikli? 28 ditë. Kam arrit 28, ka një muaj, 28 ditë e kam gjarë 2-3 ditë para kohë se kushtet ashtu ushqimin e pat bollshëm se mora fëmijë shkolle, djem të ri vajza sa u sillshin kat me 1 lek
I një mosha, shkosh në mbilë, na kam shku dhe unë, kam lë mama në për fshat aty se nuk i kishna dhe e kena ushvija, se kena ba një shumë të madhe, po sinqerisht si mjetë ishte një knajsi super. I kryuan ato fshikzat? Kryuan fshikzat e krejt të shifshë si janë që atë si futën në fshikzën e mashit, është një knajsi e papame. Se është diçka shumë e bukur? Shumë e bukur. Por edhe kur e shikon që e ke rritur, kultivuar dhe merr atë frutin, nuk nga ka shkua si gjatë damurit, aq mirë, aq pastër, se ja ba me shërbimin. Si fitove këtë projekt? Këtë projekt unë në internet aplikova, fitova një konkurs të Metropolitanit, të shkolla Metropolitan, isha me 6-3, dhe kur jo thash idejnë ata, ishte në atë kohë Rezart Prifti, drejtor inkubatorit, më dha i mbështetje jashtë masit, kur e një gjë idenë time që do të bëj kështu, ai tha do të më mbështesë, dhe ata më shkruan projektin, dhe unë edhe ndola fituese. Për të thënë Mahnice, më duket kështu sepse e shoh që ke një marrëdhënie, një bashkëpunim, një bashkëpunim shumë mirë me shoqatin. Një besim natyrisht. Dhe kjo duket në këto projekte që ti merr pjesë. Në fakt dua të pyes krejt miqësisht, çfarë shkollimi je? Okej, një shkollë të mesme bujqësore kam marrë, nuk kam se kam në një shkollë kështu, po thjesht është ai pasioni, dëshira për unë do të shtoja që ti ke shumë specializime. Ke bërë shumë trajnime, gjë që ta kanë shtuar atë CV-n tënd dhe të aktivitetit, sa që vërtet je shumë e veçantë. Marrë pjesë në panajër në Milano, vjetë ishtë në të ftu në Milano, në Bulgari, në Kroaci, në trajnimet në ndryshme, kena marrë pjesë në Kosovë. Po sa mirë, si e përfshirë në gjithë këto aktivitete, me trajnime, Nëpërmjet shoqatave, takimeve të ndryshme, Facebooku, Instagrami, këto i përdori, ose i përdori mendimin e djalit edhe tash një vajzë atë që punon me ta, i menaxhojmë. Një marrëdhënie publike shumë e mirë, që funksionon shumë mirë. E bukur shumë. Por ato punimet bazë tuaja qëndrojnë përsëri si prodhime me qëndizma, sepse keni blerë dhe makinat. Kena qëndizmet, dihet se pojat në Shkodër vazhdojnë akoma, ka përësi qërqafa, molesa, tavolina, po janë edhe këta të zjahët. Kena punu, faktikisht, se dhe kja koha Covidit që ishte, puna jonë ishte në përshpija dhe punu me të shedhe me këta maskat, me përësi, me logot në ryshme, unë bilet kam sjellë dhe masë me shqipojnës. Sa bukur! E kemi aty pas kamerës. Të falenderoj shumë, shumë. Kena punu, kena bon shqipje jo në Amerikë, në Belgjikë, me përësit në ryshme, veshjet kombëtare, kena bon veshjet e Zadrimës, të Mirditës. Edhe me veshjet kombëtare? Edhe me veshjet kombëtare, si mas përësive. I tesh bile kena realizu veshjen e Prekcalit, që ishte do të me realizu një film e regjizori edhe edhe ba me veshjen e Prekcalit, i doli original me jelek, me këmishme të aki. Doli gjatë bukur, gjatë. Duhet të pyes përsëri për këto marrëdhënie që krijon, sepse veshjet tuaja janë kanë kaluar oqeanin në Amerikë, në shtetet të ndryshme të Europës. Si krijon këto lidhje ti Miliha? Bashkëpuni në për panajiret ndryshme, kena marrë kontakte në për konferencat ndryshme, kal vizita, flet palosje, këto i përdori shumë faktikisht dhe kanë bën. Me siguri universiteti do ta kishte dhënë një diplomë shumë të mirë të menaxhimit dhe të promocionit. Është kështu. Por s'ke kohë të shkosh në universitet, sepse puna është praktika më e madhe universitare. Unë 6:30 mjesit e puna deri në 8 darkë, si jam punë 9, shkojmë si ba me pas e prosi rime dhe orë dëvona. Fatmirësisht kam grupin e grave, kam afër aty dhe në qofë se kena i punë arrim deri në orë, nuk shohim orarin. Kur kena arrit me siguru 4 punëtori, kena të siguru. Po. Si aktivitet. Si aktivitet, si biznes. Kjo do të thotë që
natyrisht krahas vetes ti e bërë dhe burimi një zhvillimi në zonë, në familjet e punëtorëve tuaj, në kurset që ti realizon në të gjitha këto. Kena një vajzë bile janë 2, po janë ato jashtë në kurs sa ka fillu për menaxhimin e kësaj makinës me kompjuter është më aftësi të kufizume. Ta angazhojmë, pse jo, t'i japim edhe një rrugë në jetë vaja. Realizon gjëra të bukura kjo vajzë? Realizon me kompjuter, sa ja me kompjuter nuk ka të bën gjë, kështu ja prej në karrik mundet të punu. Që jena, bile s'ka shumë që ardhe jam, ata dhe të abita sjelli. Kjo është një dashamirësi e madhe. Jo, jetë një hetësi na must. Ke marrë mjeshtër, titullin mjeshtër nga Roma Zejtaris. Çfarë ka qenë për ty? Ma ka një rritje, një sukses, një vlerësim i punës teme, një vlerësim edhe i nanës si ma dha këtë zanat. Jeton nëna? Po, nëna, ne kam 82 vjetë që nëna bën me grep, nëna bile shumë gjana mi kam mësu modelet e damulesave, mi bashku me grep, mi basu kër i kanë banë atë kohë, nëna jetën. E pa që për shumë ditë e motë. Ndërkohë që ajo përsëri është akoma në atë qëndrën e dashurisë tënde për punën. Edhe të gjitha motrat punojnë apo? Punojnë. 3 jena që merrnë me punëdorët, tjerat kanë. A lodhesh, Milja? Nuk lodhen, e kam me shumë dashuri. Bile po më thëtë edhe djali, a mërzitesh mamë në jera, ase herë së mërzitën. Tëm t'i shaf makina, t'i shaf çdo gjë du në rregull, çdo gjë. Kam bile një makinë që kam le vite dhe i tham dje, mam shife, ma ven punë, gjendje punet, se ka një defekt. Po ke tjera, ani e du edhe këtë në punë. Një man djali mam, një man me makinerit me këta pjesën mekanike. I dyti, në programin me gjona, a kuptoni kam shtetje shumë të fort, pa ta unë zëtë që kisha dalë. Edhe bashkëshortin? Edhe bashkëshortin, kam shtetjen e ti. Ti ke futur të gjithë dashurinë e familjes aty për brenda. Po si ke rritur fëmijët ti, Meliha, edhe duke punu, edhe duke menaxhu, edhe unë kam një mund për shkollën djali mal ka kryer inxhinieri elektrike. Edhe i kam një mund për shkollën. Kam punu, edhe kam një mund, se një rrogë nuk na del të na ishna në pallat, jo as tokë, si thojnë as i gjallë, se ishna në Laçvaudesit në pallat. Dhe nuk ishte se kishna nëj shollë u do të nuk ba një të më shëqë. Kena punu të 2 dhe kena jetu. Kena një jetes mirë. Jashtëzakonisht bukur. Kam një djemë të mrekullueshëm, një burë që pak e kush e ka. Po për ndryshe nuk do të kishe qenë gjithë kjo ecuri dhe bashkëpunim, sepse çdo gjë fillon aty tek baza, tek familja. Një familje është nështë, që ka. Milja, je në bordin drejtues të shoqatës artizanëve dhe zejtarëve. Jo më kot aty, sepse vetë puna, ecuria jote, çdo gjë që lidhet me aktivitetin tënd, ta bën një vend të nderuar në atë drejtim. Kjo është faleminderit Zefit i herë që më kanë përzjell dhe faktikisht kjo shoqatë në ka dhanë shumë për krahje, kena marrë pjesë në panajiret ndryshme dhe falë shoqatës, falë Zefit që kena shku në Kosovë, Shqipëri gjithka dhe janë bërë këto. Është marrëdhënia njerëzore që e bën këtë të komunikim. Këtë komunikim, po. Se panajiret kanë domosdoshmë duhet në panajiret, faktikisht janë domosdoshëm se ka njofje, ka në qoftë se ai nuk vlen. Unë marr një kartë vizit në Tiranë, ka marrë kartë vizit vjetë, edhe erdhi si vjetë prositi për një lokal rreth 30 lesa tavolinet. Ai vitin e kaluar kishte marrë kartë vizitin. Për Bajram Surët ishte këtë vit, bari për Rosina dhe përgjeja kina dërzu. Ju i realizoni në tezja. Po, tezja. Në këtë teknik, natyrisht,
ka mjeshtri, ka edhe vështirësi, sepse nuk ecën puna aq shpejt. Tash kam da gra shumë të mira. Që më shtesin edhe ata janë shumë shtetit, tash me pas porosin, banorët e bona punojnë, sakrifikojnë me realizu, më kanë korrekt. Por aktiviteti, si që thatë dhe ju, realizohet paralelisht në projekte, në bashkëpunim me shoqata, ju thatë për idean, për shembull që ju ka aktivizuar? Unë ishim me idean në 2016, konkurume në Shkodër, ishim rreth 50 vetë, atë u përzjohë me dolë me ndajt, hitë me në Tiranë ishim 20, edhe në Tiranë, atë u përzjohë ishen 5 fituse. Edhe ideja, bilesin jetë në edhe mentore, jam mentore të ideja, që do të mentorojmë grupet e trive për sipërmarrjen. Shumë e bukur. Edhe shoqata gratë hapat e lehtë, tash na kam mbështetje jo vetëm mu si grup grash, po kam mbështetur rreth 5 grupe në Baudejs. Jena shumë falenderues për shoqatën gratë hapat e lehtë, se na kanë mbështet. Hapat e lehtë në çfarë? Venada Shfuza. Po? Ka gratë në iniciativë. Sa ka është për gratë, kam mbështet 5 grupe grash. Çfarë programi realizoni me këtë shoqat? Me këto realizojmë punimet, që janë të kina futur riciklimin, traditën, ka gra që kanë fut për librin, një grup tjetër është për me gjyshet, një kafe me gjyshet, një grup tjetër është me fëmijët, me tafsit, kufizume. Sinqerisht, kjo shoqat kam mbështet herë mas herët. Me këtë panoram që ju bëni, unë mendoj që qendra juaj është e aktivizuar çdo ditë, çdo pasdite, me kurse, me trajnime të ndryshme. Çdo ditë janë gratë, çdo ditë janë si pradite, si mazite, ke grupe grash, dikur vjen se kena marrë edhe punë të ndryshme, jo me rruza, jo me shtize, për shembull dikush vinë mësojnë aty, marrin nëpër shtëpia punën se shpërndajmë edhe nëpër shtëpia. Vjetë kena punu me Italinë, me triko, rreth 400 triko janë bërë. Me dorë gratë. Nga Baudejs kanë shkuar në Itali 400 triko. Kanë punu gratë. Punimet e dorës pëlqehen. Punimet e dorës pëlqehen. Po si vjetë ke periulla Covidit edhe pritme në fakt, po akoma se ka vazhduaj. Po çfarë teknikash përdorin tek punimet me shtiza? Si, sepse mbar mbrapsht është baza. Pa modele, pa modelet me video, me gjana, i kena spjegu grave dhe se me modele, trikot, po. Materialet ku i merrni? Materialin ata i kanë sjell vetë. Ne i blejmë në Shqipëri, në Kosovë, që në Turqi i kam shkuar. Po ti pas ke dhe agjentët tuaj të shitjes dhe të blerjes së materialeve? Pas te e qëndron jo me një skuadrë, por një kompani e vërtet? Është në mbështetja kryesore, është familja. Sa dhe janë tash edhe grupi grave jena shumë kolidume, shumë se më thanë po bëjmë këtë, po kina i këtë punë, kina i këtë porosi. Me gjithë këtë aktivitet, mendon ta zgjerosh rrethin e bashkëpunëtorëve? Shpresojmë këtë qendrën që kena marrë, shpresojmë ta bëjmë më të madhe, që kojmë rreth. Sa kohë keni që keni marrë këtë qendrë? Ka të 6 muaj, s'ka shumë që kena marrë, 6 muaj. Sinqerisht e kena bërë një lulish që kena gjetë një vatër, a ke një vatër me turina, shi vatër, droget, se të rritë, ku ashtu. Sinqerisht, ta këthuj një pache me lule, kena mjau lule, kena ashtu, po dhe mrena është bërë shumë e bukur. Që kushdo që vjen metet pa fjallë. Dita fillon të këty shumë herët, Meliha, dhe përfundon shumë vorë, por mashallah je shumë mirë, me shëndet. Mirë. Por kur fillon, natyrisht ti e ke një ide, gjë që të bën që gjithmonë të jesh në punë me aktive, gjithmonë të jem masha. Kjo të jep një kënaqësi, besoj. Një kënaqësi sa nuk është punë që të mërzitet, nuk është punë që penosh, pse vazhdohet, po është punë ta vazhdoj që të gjej diçka tjetër, qësi diçka të re. Bëj diçka të re, bëj diçka më. Ke pasur vështirësi, pengesa, ndoshta në një moment ke thënë pse nisa këtë? Kam pas vështirësi, kur s'kam thënë pse nisa. Vështirësi kam pas, e normal, se janë mundësit ekonomike tash, vendi që jam kënë shumë musht me punën, se kur mbyllshin gratë s'kishna ka punoshna, po prep thosha dhe t'ja dalim, edhe një gruja del.
pavarësisht vështirësive një gruaja del. Sa bukur. Një gruaja del, pavarësisht vështirësive. Besoj se çdo ditë tek ty është një hap tjetër. Tek ty çdo ditë është një marrëdhënie tjetër. Më ke manitur me marrëdhënien tënde të gjallëruar, të përhapur, që gjithmonë... Na kena një prezantim të një projektit, të rinj iniciativë, jena në Tiranë në prezent Televizë Albania, jena shpall fitues të ideja, nëse shkojmë me prezentojmë si grup grosh. Dhe shpresojmë ta fitojmë edhe këtë projekt që të hecin më përpara që të bëjmë. Sinqerisht që t'i realizoj këto kurset, se dhe këtë e kam mandër t'i realizoj pse mos bëhen vaudes, pse të rritet të reja të vinë Shkodër, të hagjojnë 1.000 lekë rrugën, kohën, të në vaudeset, të në të fusëm hidrolikun, elektrikun, parokiren, partizanit, të fusëm gjitha kurset atë, derisa ambienti jonë është në Sa Havan. kohë zjat një kurs? Një kurs ka 3 mujorë, ka 2 mujorë, mbaret që mas kursit. Kurset janë falas për trite, për të jetën, bashkizo udejs, japim falas pa tjerë. Vetëm nga Vaudesi janë apo dhe nga zonat përreth? Bashkia. Bashkia përreth. Kina një bashkëpunim me shkollën Andi Boshati, me drejtoreshën kina ba një bashkëpunim që do t'i sjellin aja tritë të rejat, shofin se si bëhet pelhura, se si bëhet çdo gjë. Melia ai universitet më vete, ashtu si që ju shpreheni me gjithë këtë largpamësi të aktivitetit tuaj. Ju nuk ndaleni. Besoj se... Së të nalëm dhëtë. Dersa të arrita bë një Shkodër të pakën, 5 veta që ti kemë, ti menaxhojmë dhe ti... Si ka përpuruar edhe ekonomia e këtyre familjeve që janë marrë me aktivitetin që ju drejtoni? Ka përparu se një gru nuk thamë se është të marrin aja që punën e të zgjaj, që kanë se e ka me normë me metër, kanë 200-220.000, si mas normë që bënë roba qepsja, ka po ashtu 200 tjetër, ka sa do pak ekonomia ka niku aty, se e ka zgjidh një problem. Pakten gjanat elementare, nuk thamë sa banë rahat, po gjanat elementare e ka zgjidh që duhen. Ke kërkesa përsëri për ta zgjeruar, për ta ardhur në punë tek ty? Kam kërkesa, kam vinë gratë çdo ditë, shohin thash, do t'i trejna i herë, do t'i mësoj se nuk mund t'hinë makinë pa e mësu. Patjetër që në këtë marrëdhënie ti merr edhe atë vlerësimin, se përndryshe aktiviteti nuk vazhdon, nuk zgjerohet. Çfarë ndjen kur dikush të vlerëson, të sjell një falënderim, sepse larmia e punëve të dorëve është e madhe. Kur dikush vjen për shembull merr porosi edhe të kthehet për herë dytë është një kënaqësi e papame të ka vlerësu. Të ka vlerësu për punën që ke bën, për atë të ka vlerësu. Edhe njihesh shumë e vlerësuar, shumë e kënaqur. Nga teknika e punës me dorë, ku çdo gjelpar, ku çdo ide derdhet në punën me pika djerse. Për të vijuar në mekanizimin e punës, ashtu siç keni bler makinat, ashtu siç keni bler kompjuterin. Natyrisht është një rrugë që nuk bëhet për një ditë. Gjatë kësaj rruge ti je formuar, je shkolluar në shkollën e madhe të jetës. Besoj se kjo ka qenë diploma jote. Po, kjo ka qenë diploma jote, se ju hina aty në projekteve të thusha edhe në qoftë se nuk fitoj, do ta vazhdoj. Kam pas projekte që më janë kthy mrapsht. Panin dashkëm, po nuk jam kthy asnjëherë mrapsht. Kam vazhdu prep, kam apliku tjetër derisa